produkte që përdorim çdo ditë për estetik mund të ndikojnë edhe në shëndetjen e syve. Syzet e diellit, pa mbrojtje ultraviolet, qërpikët falco dhe ngjitësit e tyre mund të shkaktojnë irritime, alergji, infeksione dhe probleme të ndryshme me shikimin. Edhe produktet e grimit, si lapsi i syve, rimeli apo hijet e syve, mund të bëhen burim bakteresh kur përdoren për një kohë të gjatë ose ndahen me persona të tjerë. Fjetja pa hequr grimin rrit rrezikun e infeksioneve dhe bllokimit të gjendrave të qepallave. Po ashtu, lentet e kontaktit të përdorura gabim, ekspozimi i gjatë para ekraneve dhe mungesa e kontrolleve periodike të okulisti mund të ndikojnë negativisht në shikim. Specialistët këshillojnë përdorimin e produkteve cilësore, respektimin e higjienës dhe kontrollet të rregullta të syve. Kujdesi për bukurinë nuk duhet të vijë kurrë në kurrizë të shëndetit të syve dhe cilësisë së shikimit. Syt janë një nga organet më të ndjeshme të trupit dhe çdo ditë i ekspozojmë ndaj produkteve kozmetike, aksesorëve të bukurisë dhe zakoneve që shpesh i konsiderojmë të padëmshme. Make-upi, qërpikët falso, syzet e blera pa kriter apo neglizhenca ndaj higjienës mund të shkaktojnë irritime, infeksione dhe një përkeqësim të gjendjes së përgjithshme shëndetësore të këtij organi të qëndësishëm. Për të marrë disa këshilla të domosdoshme për një jetë cilësore. Mendoj, siç thotë dhe populli, gjithçka nis nga syt e ballit. Jemi në studio me mjekën oftalmologe Blerina Kambo. Kënaqësi që jemi së bashku. Kemi në studio për t'i dhënë publikut disa këshilla që janë shumë të rëndësishme për një shëndet të përgjithshëm, të mirë dhe optimal. Qërpikët falso tek vajzat. Një përdorim masiv për trende, për estetik, por që kanë efektet e tyre. Çfarë ndodh? Kanë efekte anësore sigurisht, sepse është mbi të gjitha është trupi huaj. Më thënë, ato vendosen, kanë kimikat në përbërje, duke filluar që te gluja, te ngjitësi. Ai përmban mikroplastik, formaldehid që është kimikati më i rrezikshëm do thoja, formaldehidi. Dhe normalisht gjithë këto ndikojnë edhe tek folikula. Folikula është pjesa ku del qerpiku jo natyral. Dhe mbi atë ti vendos qerpikun artificial. Do thotë që është edhe pak një peshë mbi qerpiku natyral. Do thotë që qerpiku dhe mund të bjerë. Edhe shkakton një sëmundje që quhet alopeci. Rënje e qerpikut tënd natyral, se normalisht mbi peshë, plus plastika, mikroplastik, plus formaldehid, plus përmban dhe kimikate të tjera. Në verbim? Në verbim jo. Por normalisht prit cilësinë e shikimit, prit cilësinë e jetës, se do rish duke u kuruar, do shkosh her pas here te mjeku dhe të gjitha këto nuk janë edhe shumë komfort. Domethënë të përdorësh medikamente gjithkohon në mënyrë kronike. Sigurisht. Duke qenë se po shkojmë drejt sezonit të verës, flasim pak edhe për syzet. Çfarë mendimi keni ju përsa i përket blerjes së syzeve në rrugë, në plazh, 5-10-15 euro, ndonjëherë i marrin për vete, prindrit ndonjëherë i marrin edhe për fëmijët. Mbajtja e tyre, çfarë na bën? Tani, syzet e diellit janë të sugjeruara dhe rekomandohen jo vetëm nga oftalmologët, por edhe nga opticienët, domethënë nga mjek të ndryshëm. Është okej, domethënë që të mbahen, por duhet të kenë disa parametra, sigurisht. E para duhet të jenë UV protection, të bllokojnë rrezet ultrafiolet A dhe B. Mirë do ishte që të kene shtresën e polarizimit, sepse polarizimi heq efektin hyalos. Hyalos janë ato rrathe që dalën në periferi, domethënë të skeletit, të xhamin, të lentes, së syzeve. Dhe sigurisht pastaj është edhe kategoria tjetër, lentet e fotokromatike, që po ashtu sugjerohen shumë, por janë shumë të mira për mbrojtjen e diellit. Syzet që unë përmenda i kanë këto? Tani duhet gjithmonë kontrollohet certifikata e lentes. Nëse ato nuk e kanë të shkruar aty, ose se kanë. Dhe në rrugë unë nuk e sugjeroj shumë që të blihen syzet e diellit. Çmimi është përcaktues kur flasim për syzet? Mendoj që po. 5 euro, 10 euro? Mendoj që po. Mendoj që po, sepse varet edhe cilësia e skeletit, plastika, çfarë skeleti blen, mund të blesh skelet plastik, mund të blesh skelet titan, metalik, ka shumë element, domethënë të tjerë, cilësia e lentes së syzeve të diellit, që gjitha këto janë te certifikata të shkruara. Si rregull duhet të jenë. Pra sa herë blejmë syze, duhet të shohim syzet e diellit, qoftë në dyqane që mund të prestigjose etj, duhet të shohim të certifikatën që tregojnë që xhamat kanë këto parametra. Patjetër. Dhe nuk duhet të neglizhohen asnjë. Thjesht jenë të lyer, domethënë me një shtres të errët, edhe kaq, dhe nuk përmbajnë asnjë filter, asnjë shtres antirefleksi, apo polarizim, apo protection. Prandaj shifen të gjitha cilësitë, domethënë e lentes që
ka një syze dielli. Qartë, sepse populli e kupton qartë dëmin, por nuk e shpjegon dot. Çfarë ndodh nëse ne nuk përdorim syze dielli? Në përgjithësi, cilësia e shikimit bie, nëse sepse syzja e diellit përdoret që ti të filtrosh rrezet e dritës për të rënë. Rekomandohet që orët e para të mëngjesit nuk është domosdoshmëri e madhe për të mbajtur syze dielli. Se normalisht dielli ka edhe efektet benefitet pozitive, sepse ngacmohet gjendra jone e pifis, aty prodhohen shumë mediatorë të tjerë në tru që janë të domosdoshme për sferën emocionale. Tani, rrezet e këqija, që fillojnë mbas orës 8:30, UVA, UVB, për ato duhet protection. Nëse nuk është protection e duhur, ato depërtojnë në retinë të pafiltruara. Dhe çfarë shkaktojnë? Shkaktojnë degenerim të retinës me kalimin e kohës. Ajo nuk e jep dëmtimin për një ditë apo për 2 ditë apo për një javë. Me vite. Është efekt kumulativ. E para, katarakta, perdja e syrit. Ka studime, ne shikojmë në përditshmëri, oftalmologët e shikojnë në përditshmëri që në përgjithësi katarakta është shumë e përhapur në vendet me diell shumë. Kush është me zde. Jemi ne. Greqia, Italia, Spanja, Turqia. Një pjesë e mirë popullsive këtyre vendeve kanë syze optike apo jo? Kanë më tepër katarakt. Domethënë po, degenerimi makular dhe katarakta janë dy patologji të cilat janë të lidhura me efektet dëmtuese që kanë rrezet ultrafiolet A dhe B. U kthejmë dhe njërë tek hallet e vajzave dhe flasim për make-upin. Çfarë mund themi për ato vajzat të cilat e nisin ditën duke lyer sytë e tyre, me rimel dhe gjithçka tjetër dhe ndodh ndonjëherë që të flen me këtë make-up. Çfarë i bën shëndetit të syve? Tu është gabimi që me rimel nuk duhet të flesh. Sugjerohet mos flesh me rimel, sepse ashtu si thash, të gjitha këto produkte që rimeli përmban, për shembull eyeliner, domethënë që bëhet që vendosë shumë më afër konjunktivës. Si që ka vendosur unë sot? Fiks. Aja irriton me kalimin e kohës shumë herë. Domethënë dhe kur ne flem, blik efekt, domethënë hapi mbyllur e kapakëve nuk ndodh më, se ti flet, ato janë gjithkohë të mbyllura. Dhe nuk funksionon stresaloti që të pastroj këtë make-upin tënd në mënyrë natyrale. Prandaj të rekomandoj që ai të hiqet. Domethënë dhe ti është pa problem. Duke fjetur me të, çfarë? Duke fjetur me të, ndodh irritimi i konjunktivës, në fillim ajo irritohet dhe pastaj aty ka qeliza, të cilat prodhojnë një shtresë yndyrore të shtresës son të lotit. Ato bllokohen, quhen mebomjan glandulat, ose gjëndra mebomjane. Dhe njihet një patologji shumë e përhapur në fushën tonë të okulistikës, mebomeit, domethënë inflamacioni i tyre. Nga kjo fillon pastaj konjunktiviti kronik, keratiti dhe shumë infeksione të tjera që janë zinxhir. Prandaj që të kemi këto gjëndra të pastra, të bukura, të shëndetshme, make-upi duhet të hiqet. Rekomandohet, tani ka dhe që e mbajnë, le ta mbajnë. Por që rekomandohet të hiqet. E qartë, shumë e qartë, doktoresha. Por edhe fjala e përdorur është e kujdesshme, rekomandohet. Por mos thënë duhet ta hiqni me se s'bën. Rekomandohet. Rekomandohet. Dakor, mirë, si mund kuptoj një qytetar shqiptar nëse ka të bëjë me një reakcion alergjik apo me një infeksion të mundshëm në organin e syrit? E para fillon një skuqje. Domethënë konjunktiva është ajo është cipa e parë e kokërdhokut të syrit që reagon ndaj të gjithë alergenëve që mund të jetë pluhuri në ajër, mund të jetë make-upi, mund të jetë diçka nga kondicioneri apo nga një freskuese që mund të jetë në ambientin ku ai punon. Dhe simptoma e parë është skuqje, irritim dhe nga ana e pacientit fillon scratching, kruajtje. Dhe kjo është gjëja më e dëmshme që kur fillon, fëmijët e kanë në mënyrë reflektive, mirë po scratchi kronik i përditshëm apo në mënyrë shumë të shpesht duhet të kontrollohet, sepse kur ne bëjmë scratching, kruajmë syt, hollojmë në mënyrë mekanike kornen ton dhe nuk është as pak fiziologjike që të ndodhë kjo gjë, nuk rekomandohet. Në momentin që ka scratch duhet parë nëse ka infeksion të marrë mjekim, nëse është thjesht një sindrom e syrit të thatë të marrë lubrifikant pacienti dhe ai kalon. Pra, lotin artificial. Sugjeroj. Është i rekomandueshëm. Loti artificial është si pasta e dhëmbëve dhe pasta e dhëmbëve ka efekte të tjera nëse lexon atë përmbajtje. Por nuk bëjmë dot pa të dhe
ka njerëz që mund të lajnë 3-4 herë në ditë, ka dhe njerëz që lajnë 2 herë, 1 herë, dhe ashtu është edhe lotja artificiale, është higjiena e syve. Ti mund ta përdorësh 3-4 herë në ditë nga një pikë, mund ta përdorësh 2 herë, domethënë nuk ka një rekomandim me përjashtim të rasteve. Pra një protokoll. Një protokoll, nuk me përjashtim të patologjive, kur kemi infeksione, kur kemi një sindrom postoperatore ose trajtim pasoperator që ne rekomandojmë në intervale të ndryshme. Doktoresh, gjithmonë më ka bërë përshtypje afërsia e ekraneve tek të vegjëlit. Domosdoshmërisht janë kthyer në një varësi për ta dhe gjithmonë ose për të ushqyer ose për të qetësuar në bar, sidomos kur dalim me prindrit e tyre, fëmijët i mbajnë tabletat kaq afër. Tani kjo nuk është e këshillueshme, as pak. Në përgjithësi, unë gjithmonë i referohem organizatave dhe shoqatave okulistike. Me televizorin larg në dhomë. Televizori duhet jetë 2.5 3 metra në varësi të inçeve që ka televizori dhe në varësi të dhomës. Është raport. Zakonisht ne kështu kemi bërë. Kurse tani po rriten me tabletat këtu. Për fëmijët nuk është e rekomandueshme, domethënë nuk është as e këshillueshme dhe as e rekomandueshme. Në moshën 3 vjeçare, një fëmijë 3 vjeçar duhet mos e mbajë më tepër se 10 minuta në ditë. Dhe 10 minuta në ditë. Dhe këto janë rekomandime të cilat i japin shoqatat okulistike europiane, American Society, shoqata e okulistëve gjermanë, domethënë 10-15 minuta për 3 vjeçarët, 4 vjeçarët. Po në të rriturit që me telefonin e mbajmë këtu. Pas moshës 16-17 vjeçar, 16-17 vjeç kur syri ka plotësuar parametrat dhe është fiksi një adult, domethënë parametrat e syrit, mund të mbajë edhe 2-3 orë, por me pauza. Ekziston një rregull në okulistik, është 20-20-20, 3-20 ose 3-20. 20 do të thotë që ne punojmë 20 minuta me screen, 20 sekonda ne shikojmë në 20 feet, që është 5 metër, dhe pastaj kthehemi prapë. Domethënë për adultët, kjo nuk vlen për fëmijët. 10 minuta fëmijët. 3 vjeçarët. 3 vjeçarët. Dhe pastaj 3 në 5 rritet 20-25 minuta, 5 deri në 7 vjeç mund të shkojë edhe 40 minuta dhe pastaj 1 orë e gjysmë për deri në 15-16 vjeç. Nuk rekomendohet asnjëherë të lexosh me tablet shtrirë, në errësirë. Pra, edhe kur përdorim tablet duhet të rekomandohet, gjithmonë rekomandohet. Domethënë nuk është se janë të urdhër, është rekomandim. Dhe ne rekomandojmë, po. Qartë. Mirë, megjithëse po flasim për syzet e diellit, a duhet i përdorim syzet e diellit me xhama të gërvishtur? I kemi blerë shtrenjtë, na dhem shpirtit, i hedhim apo mos i përdorim? Çfarë duhet bëjmë në kështu rastesh? Çfarë ndikimi ka atë syze? Në të tilla raste rekomandohet të shkosh në optikën më të afërt edhe shikojnë zonën optike. Nëse zona optike është e skreç me e gërvishtur, atëherë duhet ndruar xhami. Por nëse zona optike është e pastër dhe ai skreç është në periferi, nuk ka problem, edhe mund të mbahet. Se çfarë ndikimi mund të ketë nëse zona e optike është e gërvishtur? Sepse rrezet që bien kur ajo është e gërvishtur i devion. Domethënë ato duhet të bien në mënyrë pingull, domethënë në mënyrë të gjitha tufa është paralele dhe bien në mënyrë pingull tek pupila që hapet dhe mbyllet në varësi të iluminescencës së dritës, ndërkohë që nëse ti ke një skreç atë do deviohen dhe normalisht cilësia nuk është e mirë. Po nëse flasim për syzet optike, jo të tjera optike. E njëjta gjë, sepse syzet optike para njëherë janë më delikate, po themi për syzet e diellit se syzet e diellit mund të bëhen dhe me numër, domethënë në varësi të patologjisë që ka pacienti. Mund të jetë metrop, mund të jetë miop, hipermetrop, astigmatik, kjo përcaktohet në vizitë. Ndërsa për syzet optike dhe ato kanë shtresa, domethënë syzet optike minimalisht syzet lentet e mira optike kanë shtresën antirefleks. Shtresa antirefleks kur gërvishtet normalisht që nuk e ke të njëjtën cilësi shikimi si përpara gërvishtjes, sepse devijojnë siç thash tufa e shëmbëllimit të objekteve që të bien në retinë. Qartë. Shumë e qartë. Doktoresh, përpara disa viteve, por në këtë studio, kemi diskutuar për faktin që me kalimin e kohës po rritet ndjeshëm numri i atyre që vendosin të mbajnë veshur syze për shkak edhe të nevojës. Vlen ende kemi një rritje të numrit atyre që ka nevojë për syze? Që kanë, po, sigurisht. Pse? Kanë, sepse duke qëndruar me ekrane, syri akomodimi jonë sforcohet shumë. Akomodim do të thotë aftësia jonë që kemi ne për të parë afër. Kur ne shikojmë larg, ne dezakomodojmë. Domethënë i shlodhem syt. Kur shikojmë afër, ne akomodojmë. Dhe sigurisht duke akomoduar syri në varësi të gjendjes si është te metrop apo është në fillim miop apo është hipermetrop, mund të hipermetropizohet edhe më shumë apo të miopizohet më shumë. Prandaj shikojmë një rritje të Por ka dhe një gjë tjetër, që ekranet në shumë shkolla funksionojnë si
si program. Dhe ky është problemi që shumë mirë fëmija mund të kontrollohet në orarin e mbazites, kur është me prindrit apo kur është në shtëpi. Çfarë ndodh në shkollë? Pra ekranet janë shumë të pranishëm sot në institucione. Ekranet në shkolla, mendimi im personal edhe shumë okulistë të tjerë mendojnë që duhet kufizohen në shkolla. Duhet kufizohen. Një sjellje që kemi bërë të gjithë ne që kemi syze optike, ndoshta në një situatë ku ne kemi qenë pa syze, kemi dhe nga shtëpia pa syze, për të rregulluar vizionin, për ta qartësuar, kemi kontraktuar qepalla duke bërë këtë. Duke sikur shohim më mirë. Çfarë dëm ishte? Ndodh. Jo, ajo nuk shkakton asnjë dëm, ajo është reflektive, sepse duke bërë mbledhjen e kapakëve të syrit, ne ndryshojmë formën e kornes. Të xhamit të syrit. Dhe normalisht ajo vlen më tepër për astigmatik, për ata që kanë astigmatizëm, cilindër. Ndryshon forma e kornes, shtypet në njërin aks që është pak më fort dhe ti shikon më mirë. Është reflektive. Nuk është se shkakton ndonjë dëmtim, por nëse shikon një pacient të tillë, atëherë normalisht mund të mendosh që mund t'i nevojitet syze për korrigjim. Mund t'i nevojitet. Është evidente që i nevojitet, po mirë. Gjithsesi, se nëse një person bën këtë kontrakt. Nëse e bën shpeshherë, se tani ajo mund të jetë edhe reflektive. Për shembull, ndodh shpesh një njeri që ka konsumuar kafein shumë, i ndodh qartë. Pra është mund të jetë kontrakturë e muskulit, prandaj them që mund t'i nevojitet duhet për temporale, pra, jo permanente. Ndodh një herë, dy herë nuk është e shpeshtë. Sigurisht. A na rikthejnë shikimin 100% syzet optike? Në qoftë se ka një patologji, ka shumë patologji të cilat e ulin shikimin. Nuk po flas për ato organike. Syze që shoh 100% pastër. Për këtë arsye bëhet vizita dhe shikohet visual acuity. Sa është precizia vizive e atij pacienti që ti e korrigjon. Një pacient mund të korrigjojë 100%, dikush 60, 70, 50, sepse mund të ketë një patologji tjetër në retinë, mund të ketë në lente, mund të ketë katarak, mund të ketë ambliopi ose dembelizëm. Dhe ambliopia si rregull shërohet, domethënë ose mjekohet, rekomandohet mjekohet në moshën e vogël, në moshën adulte ajo për fat të keq nuk korrigjohet 100%. Qartë. Doktoresh, do doja mendimin tënd për një trend të ri të krijuar, të ndryshosh ngjyrën e syve. Nga syt bojshell ti bëjmë jeshil, nga kafti bëjmë bojshell. Çfarë po ndodh? Nisi me lentet e kontaktit, po tashmë kemi edhe një fjalë të fundit të teknologjisë se ti mund ndryshosh ngjyrën tënde të syve. Lentet e kontaktit janë më të pranueshme. Pse? Se lentet e kontaktit ne i vendosim nga jashtë. Dhe i mban 1 orë, 2 orë, i mban 8 orë dhe do t'i heqësh. Por nuk rekomandohet të flesh të flesh me to. Ajo që sepse është trupi huaj. Po forma tjetër? Tani forma tjetër është permanente. Domethënë në mënyrë permanente me anë të teknologjisë lazer. Bëhet një prerje te kornea dhe pjesa e po hyj në detaje sepse unë vetë nuk e aplikoj këtë gjë, por në trajnime e kam parë dhe e kam aplikuar në trajnime. Por nuk më është dukur fiziologjike. Pse? Sepse futet boj. Futet boj tek pjesa e? Ngjyroset, një pjesë e vogël me atë bojën dhe kjo boj nuk është fiziologjike, sigurisht. Pra është një trupi huaj, gjithsesi. Dhe efektet është një teknologji që tani ka filluar të aplikohet në ndryshimi i ngjyrës, jo lasik si metode heqjes së numrit të syve, mos nuk dua të shkaktoj. Po flasim për tjetër teknologji. Po flasim për dhe efektet akoma nuk janë të studiuara. Ka efekte vetëm nga American Society dhe nuk janë shumë optimiste. Pra ja vlen për estetik. Mendimi im personal është nuk të sakrifikosh. Është mendimi im personal si okuliste. Nuk ja vlen. Dikush tjetër okulist mund thotë edhe ja vlen. Unë them jo. E qartë, mendimin tuaj. Mendimi im, dhe normalisht nuk është se unë e them këtë në bazë të bindjeve të mia, them nga punimet shkencore që janë bërë dhe që do bëhen. Qartë. Kemi të bëjmë një opsion që vjen nga mjekësia estetike, i servir rishtazi dhe ka nevojë të marrë kohën e vet të studiohet mirë. Kemi rezultate mirë, që mos eksperimentojmë sidomos në fazat fillestare të një nisme të re që vjen nga mjekësia estetike. Një sjellje e gabuar që ne bëjmë për ditë na dëmton shikimin, na dëmton vizionin, por ne nuk kemi koshient. Çfarë ke vënë re?
përveç shkruarjes të syri, qerpike të talco, make-upit? Fjetja, do më thënë, ose përdorimi lenteve të kontaktit, sepse më vinë shpesh pacient që cilët u depozitohen diku në cep. Për disa arsye të mundshme, ose nga puna që bëjnë në mbrëmje, do më thënë orët e vona të kthimit në mbrëmje nuk kam pasur kohë, flen me lente dhe më pas ndodh konjunktivit kronik, lentja mund të zhvendoset nga korneat, përfundojnë në një cep të konjunktivës si rregull në pjesën temporale superiore dhe pastaj duhet ta heqësh normalisht në mënyrë mekanike, por që mund të shkaktojë erozion edhe të kornes ose dëmtim të epitelit, të shtresës së jashtme të kornes, dhe problemi është kur dëmtohet kornea, ajo është si portë hyrëse e mikrobeve. Dhe normalisht pastaj fillojnë gjitha infeksionet kronike. Kështu që fjetja me lente kontakti nuk do ta sugjeroja asnjëherë. Fjeta me make-up po ashtu. Nuk do ta sugjeroja. Këto të dyja. Dhe scratching janë treja këto gjëra, nuk do t'i sugjeroja. Doktoresh, scratching të sys, fërkim të syrit. Nuk kuadër të kësaj që ti po na thua. Ai fërkimi që u ndodh syve, ndonjëherë ndodh edhe në pjesën e larjes. A ka një formë se si duhet larë në mënyrë më të mirë pjesa e syve? Thjesht duhet të shikojmë shampon të përmbajë sa më pak alergen. Baby shampoo në përgjithësi janë me pH 7, ashtu si duhet, shampoo të bebeve mund të jenë të duhurat për të pastruar pjesën e syve. Po. Dhe shikon dhe edhe për të larë, dhe për flokët. Nuk është të thënë vetëm për dhe të shikosh edhe për bërjen. Me fjalë sepse mikroplastik, formaldehid, ato të gjitha përmbajnë formaldehidin, të gjitha produktet e kozmetikës janë të pakta, vetëm ato vegane, bio, që nuk e kanë. Se pjesa më e madhe e produkteve kozmetike, prandaj dhe në që se lexon me lupë, se shkruar me shkruar shumë të vogla. Për ta fshehur. Formaldehid, nitrit, nikel, metalet e rënda, ka shumë. Por asnjëherë duke e fërkuar shumë pjesën e syve. Se ndonjëherë ndodh edhe rekomandohet tek vejlit. Pikërisht te fëmijët, sepse tek të rriturit është pak më normale, mund ta bash me picesa të shkosh të bësh një vizitë, por tek fëmijët është më nënat tona fytyrën dhe kokën e sokojnë alanik shtu. Na fërkonin si. Do na pastroj zdrala. Po jo, nuk funksionon kështu, fatmirësisht jemi ndërgjegjësuar dhe jemi edukuar. Pra, ju po na rekomandoni që syt i lajm me një shampoo me një lloj detergjenti. Ato thjesht pastrojnë me ujë të ftohtë faktikisht, por nëse ka make-up, normalisht me baby shampoo ishte një zgjidhje, por ka dhe shampoo të tjera, të cilat përmbajnë, domethënë me përmbajtje vegane, të cilat nuk i kanë shumë metalet e rënda dhe formaldehidi, këto të dyja që përmenda. Dhe mikroplastika, po mikroplastika në përgjithësi është kudo. Një shqetësim i gjithëve ne janë sklepat e mëngjesit. Sa të tregojnë ndonjë gjë? Tregojnë. Patjetër. Duhet tani kur janë sklepat të verdh, tregojnë infeksion. Gjithmonë ka një infeksion që është të verdh. Është me përmbajtje bakteriale që mirë është të shkosh të kryesh një vizitë dhe madje të bësh një mbjellje të kësaj, të shikojmë kush mikrobe ka shkaktuar. Kur janë të bardha, pastaj më tepër shkon për atë që ne e quajmë sindrom të syrit të thatë. Ka punuar shumë në kompjuter, ka parë shumë televizor, ka lexuar, qoftë edhe duke lexuar për profesionin e vet, kupton. Dhe ato janë thjesht rekomandohet pastaj që lodë artificial të përdori për një kohë të. Pra, sklepat nuk është procesi vet pastrimit të syrit? Jo. Jo, nuk është procesi vet pastrimit sklepi. Janë lotët janë ato që vetë pastrojnë, sepse ne kemi disa gjëndra. Kemi gjëndra që prodhon lot në mënyrë emocionale, kur ne jemi keq ose mirë, janë edhe gjëndrat e tjera, cilët kanë krauze, kanë këtil emër, dhe ato e prodhojnë lotin në mënyrë jo reflektive, jo nga ana emocionale. Unë do bëj alë në qaja, në do bëj muaj qaj, që një edhe kemi pastruar sytë në këtë mënyrë. Doktoresh, një tjetër trend, të cilin do të diskutonim së bashku, është pikërisht ai i syzeve optike dhe të diellit njëkohësisht. Pra që ndihmojnë dhe në vizionin tonë, por nga ana tjetër kur ne dalim jashtë ambienteve të mbyllura, marrin një dritë, marrin një trajtë fotokromatike. Janë një zgjedhje e mirë apo janë një zgjedhje e mirë sepse ato janë edhe praktike. Domethënë një pacient që ka një gabim refraksioni, gjitha këto miopi, astigmatizëm, hipermetropi quhen gabimet e refraksionit, se ne duhet jemi metrope. Metrope do thotë ta kesh shikimi 0-0, por në përgjithësi ka gjithmonë devim nga idealizmi 0-0. Dhe në varësi të numrit, në varësi të patologjisë,
dhe syzja mund të bëhet antirefleks, do më thënë, si që kam mund dhe djale, që kemi thjesht me antirefleks, mund të bëhen dhe fotokromatike. Fotokromatike gjithmonë varet ndryshimi i ngjyrës, varet nga luminescenca e ambientit ku ti ndodhesh. Dielli shumë i fortë, nga që ka UVA, UVB, e bën shumë të errët, edhe merr ngjyrën e errët zakonshme të diellit, siç e mësuar. Ndërsa në ambient të mbyllur, në këtë ambientin me dritë të bardhë, se kjo kryesisht shikoj që është dritë e bardhë, tu nuk është dritë e verdhë, merr pak një nuancë, marrin një nuancë syzet fotokromatike. Janë të rekomandueshme sepse janë praktike. Ti eliminon dy gjëra, dhe problemin refraktiv edhe problemin e mbajtjes së syzeve të diellit. Se nuk është shumë praktike hiq një palë, ver një palë. Po, vendos një palë të tjera dhe janë të komode. Flasi mund dhe ti për këtë. Flasi mund dhe ti. Edhe unë e kuptoj miqtë e mi. Vera është sfidë më vete. Se jo po ku gërvisën syzet, jo po duhet patjetër ajo kasa që ti vendosësh e tjerë. Por është edhe një ambient mbrojtës. Është një gjë. Mirë. Ky është benefiti që ne marrim. Po, përveç korrigjimit. Një pyetje e fundit. Çfarë ndodh me shikimin ton me kalimin e viteve? Dhe kur them shikimin ton, ne që jemi me syze optike, sidomos me numrin minus. Ka një gjasë që numri të rritet dhe shikimi na përmirësohet? Si rregull, numri minus ose miopia ndryshon në varësi të gjinisë për vajzat deri në 20 vjeç, për çuna deri në 22 rekomandohen tani ato rekomandimet e fundit për sa i përket kirurgjive, do të thonë kur duhet të fillojë një kirurgji refraktive për të bërë. Disa rekomandojnë, disa shoqata oftalmologjike rekomandojnë edhe në 25 ato kufirin, domethënë, sepse shikojnë atë ndryshimin e kornes, rritjes së syrit. Miopia deri në këtë moshë ndryshon dhe më pas ajo mund të rritet vetëm në qoftë se pacienti ose personi në fjalë që ka atë miopi bëhet me katarakt ose me perde të syrit. Katarakta nuklear ose një formë e kataraktës mund ta bëjë minusin më të madh. Kështu që nga -2 për shembull mund të shkojë -3 ose -4 ose -5. Domethënë ka patologji të cilat e rrisin, po si rregull miopia nuk ndryshon mbas kësaj moshe 25 vjeç, po ta marrim domethënë në vija të përgjithshme. Ai qartë. Doktor, është një pyetje fundit edhe nga ana ime. A janë syzet e kushtueshme patjetër të mira, cilësore? Patjetër të mira nuk do thoja, se edhe mund të ketë abuzime, por syzet e shtrenjta në përgjithësi domethënë kanë një vlerë të konsiderueshme, kanë një standard, një vlerë të konsiderueshme si gjithë aksesorët e tjerë, do thoja. Sigurisht. Qartë. Doktoresha, ne të falenderojmë shumë që të kishim studio sot për të folur për një temë që e prekëm ndoshta në gjithë gjerësinë e gamës që syri si organ ofron. I dham informacionet, urojmë shumë që mesazhet kenë bërritur te publiku dhe të ndërgjegjësohemi dhe ta përmirësojmë kështu edhe kujdesin që ne i tregojmë syrin nga ana tjetër edhe shëndetit tonë të përgjithshëm. Gjithmonë mirëpritje. Faleminderit shumë. Publikut i themi është momenti të bëjmë një shkputje të shkurtër publicitare, ne rikthehemi vetëm pas pak.